Siria është bërë sërish temë përplasje mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Veprimet e shtuara ushtarake të kësaj të fundit sipas Washingtonit po i shtyn elementet e moderuar brenda opozitës siriane në krahët e ekstremizmit. Sulmet ajrore ruse dhe ato të regjimit e kanë bërë akoma më konfuze një situatë edhe kështu të vështirë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner, duke lënë të kuptohet se Shtetet e Bashkuara mund të japin fund bashkëpunimit me Moskën në këtë vend. Ato çfarë ka ndodhur së fundmi, goditja e autokolonës humanitare dhe rrethimi e bombardimit i Alepos krijojnë një tjetër skenar, ndryshojnë dinamikën e situatës sepse forcat e moderuara opozitare, të gjendura nën presion jashtëzakonisht të madh nga regjimi, po shtyhen drejt Al-Nusrës, me të cilën detyrohen të luftojnë krah për krah. Gjendja po përshkallëzohet e po bëhet akoma më çorientuese nga ç'është tashmë. Rusia nga ana e saj akuzon Amerikën se po përpiqet ta mbështesë grupin xhihadist në përpjekjet për rrëzimin e Bashar al-Assadit nga pushteti. Amerika, tha kreu i diplomacisë ruse Sergej Lavrov, e ka shkelur premtimin e bërë për ta ndarë lëvizjen e fuqishme. Jabhat Fateh al-Sham, të njohur deri vonë si Fronti al-Nusra, dhe grupet të tjera ekstremiste nga rebelët e moderuar.